kohët e fundit këtë javë, më saktë është folur shumë tepër për tigrin 1 dhe tigrin 3. E ja ku i keni këtu këto tigrat në Bangladesh. Këtu janë tigrat, tigri 1 në shasish e shkruar, tigri 1 dhe tigri 3. Këtu janë në Bangladesh tigrat. Tani që ndodhi? Më 22 prill, këtu kemi një dokument, se duan dhe ca dokumenta, më 22 prill, pra 20 ditë, gati 20 ditë më mbrapa se u bë kontrata, një 24 prill, shumë si ka. Ky offshore e blen me 15 milion dollar, tigrin 1 dhe tigrin 3, me kontratën gjep. Dhe mbas 6 muajsh, këto vin në Vlorë. Pas 6 muajsh, edhe pse kontrata ishte për emergjencë dhe emergjenca kishte mbaruar, dhe ja ku kemi këtu në Vlorë tigrat KPCL është kjo kompania e Bangladeshit. Edhe këtu në shasi shikoni tigri 3, tigri 1. Kjo është situata. Erdhe në Vlorë këtu, mas 6 muajsh. Tani, detën një 2 vjetë në Vlorë, edhe pse emergjenca kishte mbaruar 2 vjetë më përpara, bilen qik më shumë se 2 vjetë, që në 15 prill 2022 shikni. Në 2024, shofim që del tym nga tecet lundruese, 2 tecet, ne themi një tec lundruese, janë 2 kapanona aty që u vunë në punë gjoja, u bë një testim. Dhe ja ku është edhe këtu, tani, testimi 72 orësh u bë, dhe në këtë moment që bëhet testimi, ere jep licencën e prodhimit. Mas 2 vjetësh pra, merr edhe licencën e prodhimit. Kompania e Keshit. Dhe tani ne pyesim se jemi dhe në gjyq me tecin duhet, pra banorët, qytetarët të Vlorës, shoqatat midisore. E kanë hedhur tecin vendrues në gjykat për të kërkuar me qëllime për të kërkuar largimin e tyre nga gjiri i Vlorës. Dhe e pyesim ekspertin që kishte caktuar gjykata se ç'a karburanti shpërndor në testimin 72 orësh mbi bazën e cilit ere dha lejen e prodhimit të energjisë. Dhe aty u çuditë edhe trupi gjykues, edhe shumë të tjerë që ishin aty në sallë, që thonë, nuk e di që lëndë djegëse. Tani, eksperti do përcaktonte emetimet që nxjerr ky tec dhe nuk dinte ç'a lloj karburanti ishte përdorur. Tha që kam pyetur Keshin dhe nuk më ka dhënë një përgjigje për llojin e karburantit. Dhe këtu qëndron sekreti tani. Normalisht ky tec që ka punuar 20 vjet në Bangladesh dhe ka ndete 4 vjet pa punë aty, edhe 2 vjet pa punë këtu në Vlorë, normalisht është shumë i lodhur dhe në këtë rast emetimet janë shumë të mëdha sa kur del nga fabrika. Por ç'a ndodh? Ndodh që emetimet në këtë testin që nuk dinte eksperti se ç'a karburanti ka përdorur, dalin më të mira se sa kur ka dalë nga fabrika e prodhimit ky tec i lundrues, i cili thash ka qenë në vitin 1998 dhe ne paraqitëm në gjykatë edhe një vlerësim të ndikimit në mjedis të bërë nga Banka Botërore, IFC-ja, në atë kohë, dhe të dhënat e testit këtu në Vlorë dalin më të mira se në 98. Ne dyshuma për këtë, dhe ky dyshim natyrisht
e paraqitëm edhe me video edhe me dokumenta të tjera tek gjykata, por ajo që ndodhi, gjykata e rrëzoi pa dijen e qytetarëve të Vlorës dhe shoqatave, pa shpjegim. Kjo ka ndodhur të martën e kaluar, pra sot java, dhe në këtë ditë kishte edhe lajme tjera që kishte thirrur nga SPAK-u zonja Palluku, Ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës, që është lidhur me këtë çështje me testeve lëndruese, se ajo ka firmosur dokumenta të veçanta, shumë dokumenta. Ne, meqense SPAK-u po merret me këtë, është në hetim paraprak, ka thënë SPAK-u, ndoshta nuk e di paraprak apo çfarë llojet e hetimeve që si zhvillohen, por që meqense është në hetim, ne i çum kërkesën tonë me gati 144 pika shkelje të bëra nga kesh që ka momenti që kanë ardhur këto teste, në fakt që nga momenti që është bërë kontrata dhe vlerësimi i ndikimit në mjedi se kështu me radhë. Dhe megjithatë, gjykata në këtë ditë që kishte thash edhe lajme të tjera e rrëzoi këtë, ne e quam në SPAK të kërkesën tonë, që i paraqitëm gjykatës, edhe pse gjykata e rrëzoi, dhe nuk e dim se si do të vazhdojë kjo procesi nga SPAK-u tani. Po natyrisht edhe në gjykata administrative, normalisht ne po presim të zbardhet, sot duhet ishte zbardhur, se u plotësua afati 5 ditor, që nuk ka ndodhur. Sot nuk ka ndodhur të jetë zbardhur ky shpjegimi, pra zbardhja e vendimit me gjykata, por ne do të ndihmojmë sapo të zbardhet vendimi në apel. Tani, kjo është pak a shumë historie me pak fjalë, çka ka ndodhur me të testin lëndrues. Tani, ajo që dim ne tani, keshi e ka, e ku e kemi këtu tani, nuk është më KPCL, po është kesh. Pra, e hoqin atë logon e kompanisë të Bangladeshit dhe vun logon e keshit. Tani, një element, një dy detaj që duhet përmendim lidhur me kontratën. Kontrata është histori më vete, ne nuk kemi marrë me kontratën, se është e vështirë me me këto offshore, se ato thonë hajdeni në Londër, për një gjyqin Londër e tjerë. Kështu që nuk kemi marrë shumë me këta të offshore-it, por ajo që më bën përshtypje është që në kontratë nuk ka një datë të fillimit të punës së këtij testi. Dhe prandaj deri 2 vjet në Vlorë pa punuar aty, hyn e dilnin sa njerëz. Dhe një kontratë që bëhet për arsye emergjence dhe nuk vjet data e fillimit të punës të impiantit që u importu nga Bangladeshi, është një nonsens i madh. Dhe një detaj tjetër që dohet ta përmendja, se tani do flitet për këtë, deri tani nuk është folur, natyrisht, nuk është folur se nuk ka pas informacion. Informacionet kanë qarkulluar, po janë bllokuar, nuk është folur fare, tani besoj edhe do të flitet. Por duhet të theksoj edhe një element tjetër, që sot, edhe dje dhe sot, keshi ka eksportuar energji nga kryesisht nga burimet hidrike, po dhe fotovoltaike, që të dyja bashkë japin një potencial të madh keshit. Madje zonja Balluku Burr në Rumani, në takim që ishte, që tha që Shqipëria është 90% hidro dhe 10% fotovoltaike, dhe është vërtet, kaq është mirë. Por nga ana tjetër, këto plane me tece janë çik shumë të dëmshme në perspektivë, se ka mundësi që siç është edhe në programin e qeverisë Rama 4, parashikohen të ndërtohen tece të tjera, të bëhet teci lëndrues me gaz, të vihet në punë teci Vlorës, pra nuk janë ndarë Vlorës, janë qepur keq Vlorës, që nga 2005 të paktën që
është bërë ajo betejë e madhe atëherë për të kundërshtuar tecin e Vlorës, edhe tani po i shtohen tecet tjera sipas programit të qeverisë. Por një fakt është shumë i rëndësishëm. KLSH-ja, kontrolli i lartë i shtetit, ka evidentuar që kostoja e 1 megavati nga teci lundrues është 650 euro për megawatt orë. Ndërkohë kur keshi sot po eksporton me çmim nga 70 deri në 110 euro. Këto dje dhe sot, pikërisht shikoni statistikat nga keshi, ka 70-110 euro për megawatt orë. Pra kjo është tregu, ky është tregu. Ndërkohë, kostoja me 650 euro për megawatt orë që prodhon teci lundrues është disa herë më e madhe dhe është e papranueshme që ai të ndizet asnjë minutë. Dhe ajo që do të kemi kërkuar vazhdimisht edhe në protesta, qoftë edhe jo aq të mëdha sa do duhet ishin, është kërkuar nga qytetarët që të hiqen një orë më përpara nga xhiri i Vlorës ky teci lundrues, se siç e kemi thënë teci i Bangladeshit. Kaq për sot. Mirupafshim.